Unë këto me sloganin krah teje, krah Ramushit, krah Ramushi, krah Kosovës. Të kështu, këgja gjetje për mu, si slogan. Që shëpave këtë listë? Tash këtu, për mu janë dy gjëra shumë të rëndësishme. Në më thonë, spari do të me thonë që lista e aliancës, veçanërisht kjo pjesa e fillestare, është tash komplet aliancë, duke pas parasysh që nismë në mëndë nuk e kanë. Edhe janë shu aty disa hapësira në 10 e parë, në 20 e parë. Ka bo shumë përshtypje që kam vendosë Besnik Tahirin në numër 2, sepse unë mendoj që është një prej kështu deputetve i cili do të duhet domosdoshmërisht të jetë në kuvend. Po ashtu ka bo shumë përshtypje që është këgja lartë është në Burim Ramadani, numër 11, cilin po ashtu vlerësoj jashtëzakonisht shumë edhe si angazhim politik, po edhe si mendje, si ngritje profesionale. Ka bo përshtypje pozitive këtë rikthimi i Agim Qekut në politikë, mendoj që është një prej njerëzve që e ka edhe bagazhin patriotik, po edhe përvojën institucionale jashtëzakonisht të vlefshme. Pastaj i kemi, si të them kështu, pjesë të listës edhe këtu emrat e njohur të Aliancës për Armërinë e Kosovës, të cilët nuk kanë qenë për një kohë aktiv. Për shembull, tash ka një rikthim të Ali Berishës pas kandidimit të tij në PE, kemi një rikthim të Ahmet Isufit po ashtu në listë pas një kohe relativisht të gjatë, dhe mendoj që në përgjithësi të Alianca këtë radhë shihet që ka një përqëndrim të maksimizimit të votës në për ato komuna ku i kanë fitu garën lokale. Dhe kjo vrehet edhe në listë, pra dhe hapësira që është donë përfaqësuesve të ndryshëm të rajoneve, është edhe Arton Demase, prapë i cili në kalume nuk arriti për pak që të futet në kuvend, unë mendoj që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pra me përjashtim të kësaj historisë aliancës, nëse më pyet mu, pra ku është natyrisht Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Bek Berisha, Gazmen Sylla, kështu me radhë, unë i kam 3 emra që fort kisha pas dëshirë me i pa në kuvend, dhe të cilët mendoj që do t'jenë vlerë për kuvendin. Ata janë, si që përmenda, Besnik Tahiri, Burim Ramadani dhe Arton Demase. Okej. Tani në Aliancë ka pas edhe pruri interesant. Për mua shumë do më thënë se Zoti Krasniqi. Dardan Krasniqi. 78. 78, Dardan Krasniqi, mbase ka dasht me qenë më afër, edhe për simbolik, edhe për atë që është, edhe për zërin që ka ngrit shumë kohë. Dardan Krasniqi përfaqëson zërin kritik kundër karshi qeverisë Kurti, ani se vllaun e ka në vetëvendosje, ani se kruan e vllaut e ka në vetëvendosje, ani se agjen e ka në vetëvendosje. Pra, kur dikush ka zë kritik për një pushtet, ku i ke familjar, gjitha ta familjar, unë mendoj që është zë këgja kredibil. Pra, nuk pajtohet me atë se çka po ndodh. Me pasdash Dardani, edhe ai kish pas pozit, edhe ai kish pas babaki edhe deputet kish qenë, apo ministër, apo zëvendës ministër, por ka vendosur kështu të jetë kritik, për çka unë këgja e vlerësoj, ndonë se kur me të as kam najt, as nuk kam pi kafe, as nuk gjë. Me shkute 10-ja e parë, Ramushi është Ramush Haradinaj, i cili kudo që është, unë mendoj qoftë kuvend, qoftë qeveri, qoftë jashtë, qoftë në Glazhan, qoftë e di që është i angazhuar për këtë vend. Dhe nuk kam as një dilemë që ky njeri nuk i bën dëm vendit të vet, absolutisht. Dhe unë ndihem i sigurt kur Ramushi është i angazhuar, ose ndihem me sigurt kur Ramushi është i angazhuar diku në jetën publike apo në shërbim vendit. Besnik Tahiri, shumë mirë, sepse gjasat janë me na marrë Edi Rama, si që edhe po ndodh. Një ekspert si kur Besnik Tahiri, që ta merre Edi Rama, ndërkohë që Shqipëria po ecë me hapa të jashtëzakonshëm drejt integrimit në Bashkimin Evropian, shoh që Edi Rama
po mbledh ekspertë, njëri prej tyre është Besnik Tahiri. Mirë që po i ndihmon Shqipërisë, po shumë më mirë kishte qenë me ndihmë edhe Kosovës, duke qenë deputet apo duke qenë Beg Berisha ka qenë edhe vazhdon me u ngrit si politikan atraktiv, i cili po tërheq vot. Arbertole, një mjek i jashtëzakonshëm. Palekaj, në shtatë, unë s'kisha dashur me pas hiç në listë, sepse është në një proces gjyqësor për një aferë korruptive, kur gjë personale me Palekajn, por ish dashur me dhënë shembull aleanca që njerëzit që kanë probleme me ligjin, duhet me u pastru, pastaj me hy në politikë, që kemi rastin e Ukrugovës që ka kalu në për një proces gjyqësor, kur përfundoi edhe nga shkalla e dytë, pra që u rikonfirmu se është i pafajshëm, është kthy në politikë. Burim Ramadani, me përvojë, me dije, e di angazhimin e tij për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kisha dashur me pas në kuvend e mundësisht nëse aleanca është në qeveri me pas ministër, të paktën ministër të mbrojtjes, Agim Qeku, emri i tij flet. Është emër shumë i respektuar. Dhe kemi edhe të tjerë, është Artan Demhasaj aty, që është ma lartë i ngritun, Daut Haradinaj që nuk e ndran kur emrin, po për Dautin s'kisha me thonë, Gazmen Sylla, një ideal, thuj se i mitun që ka hin luftë, që kur kujtë që ka shtri dorën, me vazhdan me shërby venit, me shërby aleancës, kisha dashur me pa në kuvend, duhet me theksu se prej që është bëha Gazmen Sylla ka hy pra aktivisht në shoqatën e veteranëve të luftës, sot OLV UÇK-s është tjetër. Takime me ambasador, me diplomat, vizita e ardhvenit, ka qenë edhe në Vatikan, ka qenë në Parlamentin Evropian. Pra e ka ndru ftyren, angazhimin, qëndrimin e shoqatave të dalë nga lufta, të cilat në një kohë dorën zemër kanë qenë shumë keq. Kanë djek flamoj, kanë djek libra, kanë bërë si budallaqe, ndërkohë tash se cili njeri e sheh shumë ndryshe, i sheh këto shoqata për shkak se është Gazmen Sylla. Është një ngjallje e jashtëzakonshme, domethënë vetëm numrin e protestave që i kanë bërë tash të vonë. Po pra, është një protestë shkup që ka me mbajt. Po. Që është E të cilën unë kogja shumë tash po them që ka bërë vetëm Gazi, po duket që kogja shumë ai ka ndiku. sidoqoftë prej që është Gazi aty. Po. Tash